Për të 27-ën herë, gjykata speciale me Selina Hag mori vendimin e njëjtë. Në po kaq herë, nxori vendimin për vazhdimin e parapurgimit për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë formë refuzua edhe kërkesa e fundit e Thaçit për lirim, ani pse gjykata e pranoi se nuk ka informacione të mjaftueshëm se ekziston mundësia se do t'i shmangej drejtësisë. Paneli përfundon se në këtë kohë vazhdon të ketë informacion të pamjaftueshëm para tij që justifikon një konstatim se zotri Thaçi mund të shmangë drejtësisë nëse lirohet. Megjithatë, paneli është i kënaqur bazuar në standardin përkatës se ekziston një rrezik i mjaftueshëm që zotri Thaçi do të pengojë përparimin e procedurave të dhomave të specializuara dhe se ai do të kryej krime të mëtejshme kundër atyre që perceptohen si kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët që kanë dhënë prova në këtë çështje. Kësaj ish-presidenti i Kosovës do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim deri në shpalljen e aktgjykimit. Por arsyetimet e speciales po vazhdojnë të mos i bindin njohësit e ligjit në Kosovë. Pas ngritjes së aktakuzës dhe dëgjimit të dëshmitarëve që ka ndodhur në 2 rastet e zotit Thaçi, nuk ekziston rreziku i pengimit të drejtësisë, qoftë përmes ndryshimit apo shkatrimit të provave, qoftë në ndikimin e dëshmitarëve, sepse të gjithë dëshmitarët janë dëgjuar, e kam fjalën për rastin e parë, gjithashtu edhe për rastin e dytë janë dëgjuar dëshmitarët dhe ajo që është më rëndësishme janë dëgjuar ekspertë ndërkombëtarë që ka bërë ekzaminimin e përgjimeve të telefonit. Sipas Musës, vendimet e gjykatës duhet të merren në bazë të provave e jo paragjykimeve. Nuk mund të vazhdohet masa e paraburgimit në bazë të paragjykimeve dhe në bazë të ndikimeve politike, qoftë të brendshme apo të jashtme që mund të kenë, qoftë prokuria speciale, qoftë gjykata. Dhe me këtë, ata janë duke shkel të drejtat themelore të njerëzit në mënyrë të veçantë të drejtat e të akuzuarve në procedurë penale për të mbrojtur nga liria. Ndryshe aktgjykimi në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit është caktuar të shpallet në muajin e ardhshëm me 16 shtator. Për këtë, katër të akuzuarit për krime lufte janë deklaruar të pafajshëm.